Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ibn Abasi, Allah qoftë i kënaqur me të, një ditë e sheh ëndër Omerin, masi e kanë vrarë. Masi kanë bua atentat ndaj Omerit 2 ditë, mas 2 dite vdekjes të Omerit, Ibn Abasi e sheh ëndër Omerin radhiyallahu anhu. Edhe i thot, më njëherë pyetja e parë që ja bën. Kjo është ajo që i ka mundu shokët e pejgamberit alayhis salam. Dëgjoni çfarë pyetje e bën, thot: "O Omer, thot poshtë Zotin, apo më tregon me çka e kishe fitu xhenetin? Çfarë punëve që ke bën në dynjë është bë sebeb që ti më e fitu xhenetin? A me namazin që e ke fal, a kur e ke pranuar Islamin që ti je hi në mesin e muslimanëve, më muslimanët nuk janë frigu që janë frigu më herët, apo me agjerim, me çfarë pune e ke fitu xhenetin?" Dëgjoni çka i thot Omeri. Thot: "Një herë kur jam kanë në dynjë, sa jam kanë gjallë të hekt në rrugët e Medinës, i kum pa do fëmijë e kishin marrë një plumb, e kishin lidhë dhe e munojshin atë pllumin. E ju kum bërtit, jo më afru edhe ja kum zgjidh krahët e atij pllumit, e kum shliru. E kum liru që me flutru i lirë." Thotë kur dola para Allahut, më tha Allahu: "O Omer, çush e ke liru atë plumb prej atij dënimit që ja kanë bërë ata, çashtu ty do të lirojmë sot prej zjarmit të xhenemit." Subhanallah, nuk e di njeri ku e fiton. Ndoshta me një hajvan, me ndonjë shtaz, me ku sta merr mendja hiç e fiton xhenetin, po edhe Zoti na rujt ku edhe sta merr mendja hiç mundesh me fitu xhenemin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.